Gerta dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre arrin kulmin. Prej kohësh, marrëdhënia mes tyre ka qenë e ftohtë, por këtë herë gjërat dalin jashtë kontrollit dhe debati kthehet në një përplasje të fortë verbale. E acaruar dhe me një ton të ashpër, Gerta i drejtohet Rozanës me fjalë të rënda, duke e sulmuar pa mëshirë: "Ti je njeriu më i poshtër dhe më i keq që kam njohur ndonjëherë. Je e shtirur, manipulatore dhe e pabesë. Nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të futesh në punët e të tjerëve dhe të luash viktimën. Kujton se je më e zgjuara këtu, por në fakt je vetëm një intrigante që luan lojë të ndyrë." Por Gerta nuk ndalet me kaq. Me ironi dhe përçmim, ajo vazhdon: "Ti flet shumë, po ndoshta është më mirë ta mbash topin te goja e të mbyllësh gojën një herë e mirë. Boll e ndyve këtë shtëpi me lojrat e tua të pista." Rozana, e kapur në befasi nga fjalët e Gertës, nuk e lë me kaq. Me nervozizëm, ajo përgatitet për t'u kundërpërgjigjur, ndërsa banorët e tjerë shikojnë të tronditur përplasjen mes tyre. Situata rrezikon të dalë jashtë kontrollit.